Mirëmbrëma të nderuar shikues. Sonte do të flasim për Sarajin, komunë e banuar nga për rreth 40.000 banor, me një potencial turistik si matka, zona të tjera rurale dhe e njohur si nyje që lidh kryeqytetin me qytetin e Tetovës. Komuna e Sarajit përndryshe kur përmendet shpesh herë aludohet që kemi të bëjmë me një pasuri të pashfrytzueshme. Nga ana tjetër, sfidat e zakonshme si problemet me infrastrukturën, ujin e pishëm në shumë shatra të komunës së Sarajit, problemet e tjera, për gjitha këto, ne do të diskutojmë sot me dy kandidatët të cilët garojnë për komunën e Sarajit. Prandaj kemi nderin që sonte t'i kemi në studio të ftuar dy kandidatët. Fillojmë me kandidatin e Aleancës Kombëtare për Integrim, zoti Blerant Ramadani, për të cilin për një prezantim më detajuar, televizioni Shenja ka përgatitur një kronik, të cilën ju ftojmë ta ndjekim bashkërisht dhe pastaj të kthehemi sërish në studio për të vazhduar debatin. Blerant Ramadani është sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Shqiptarët dhe kandidat për kryetar të komunës së Sarajit nga Aleanca Kombëtare për Integrim. Ai është një figurë e re me profil akademik të lartë me përvojë ndërkombëtare në fushën e inxhinierisë dhe menaxhimit. Ramadani është doktorant në elektroinxhinieri në Universitetin Kirill dhe Metodi në Shkup, ku ka arritur notë mesatare 10 dhe ka botuar 10 punime shkencore të njohura ndërkombëtarisht. Është i diplomuar në inxhinieri makinerike energjetik dhe mban 2 diploma magjistrature, një në elektroinxhinieri dhe një tjetër në menaxhim projektesh. Ramadani ka një përvojë të gjerë ndërkombëtare, duke marrë pjesë në projekte dhe trajnime me NASA, NATO dhe programe prestigjioze në Washington, si dhe në konferenca të rëndësishme për energjinë dhe zhvillimin e qëndrueshëm në Paris dhe Milano. Është profesor në Universitetin Nën Tereza në Shkup. Me këtë eksperiencë, ai synon të shërbej komunës së Sarajit me një qeverisje të bazuar në dije, transparencë dhe rezultate konkrete. Mirë se erdhë zoti Ramadani, kënaqësi ju kemi në studio. Faleminderit për ftesën, kënaqësi gjithmonë të jem pjesë e studios suaj. Përshëndetje edhe për kundërkandidatin dhe gjithë shiquesit e emisionit apo në këtë rast debatit tuaj. Faleminderit për prezantimin dhe jemi këtu për t'ju shërbyer qytetarëve në veçanti banorëve të Sarajit. Ndërkaq përballë Blerant Ramadanit ndodhet kundërkandidati ose oponenti i tij, zoti Muhamet Elmazi, për të cilin ngjashëm televizioni Shenja ka përgatitur një kronik prezantuese të detajuar, prandaj ju ftoj ta ndjekim edhe kronikën e përgatitur për Muhamet Elmazin. Muhamet Elmazi është profesionist në administratën publike dhe qeverisën lokale, me një përvojë të gjatë dhe të pasur në menaxhimin administrativ dhe politik. Aktualisht, ai shërben si këshilltar në qytetin e Shkupit dhe është drejtor në shoqatën aksionare Nomagaz. Nga viti 2017 deri në 2021, Elmazi ka qenë këshilltar në komunën e Sarajit. Para kësaj, nga viti 2013 deri më 2021, ka qenë pjesë e administratës së qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ai ka përfunduar studimet në Fakultetin e Shkencave Ekonomike në Universitetin e Tetovës, në degën Administrat Biznesi. Në rrugën e tij profesionale ka ndjekur trajnime dhe ka fituar certifikata të rëndësishme, duke përfshirë certifikatën për politikan të rinj nga Shkolla e Dialogut Politik Rinor, si dhe certifikatën për strategjitë ekonomike dhe marrëdhënien të ndërkombëtare nga Instituti i Ohrit. I përkushtuar ndaj zhvillimit profesional dhe inovacionit në administratën publike, Elmazi, me përvojën e tij të gjerë dhe përkushtimin profesional, synon që Saraji të sjellë zhvillim, transparencë dhe menaxhim efikas. Mirë se erdhët zoti Elmazi, kënaqësi ju kemi në studion e televizionit Shenja. Faleminderit për ftesën, kënaqësi të jemi sonte në debatin e juaj, përshëndetje edhe për kundërkandidat. Me këtë ne mund ta nisim debatin me një pyetje gjithëpërfshirëse dhe një pyetje hapëse që u intereson konkretisht banorëve të Sarajit, që në skenë kanë dy kandidatë të rinj, që është një freskim i skenës politike posaçërisht në komunën e Sarajit, por ajo që intereson më së shumti edhe që është në interesin e tyre, ka të bëjë me atë që ju jeni në terren, pra para fushatën keni filluar shumë herët, po e filloj me ju zoti Ramadani,
Dhe nga ajo që keni vërejtur dhe detektuar, cilin e precizoni si një nga problemet që kërkon zgjidhje emergjente në komunën e Sarajit, dhe nëse do ta merrni besimin e qytetarëve, cili do të jetë veprimi dhe hapi juaj i parë që do ta bëni në drejtim të komunës. Po, fakt është, Gjenis, para fushatën e filluam herët, por ajo na kontriboi që të njoftohemi për sa afër me problematikat të cilat përballen banorët e Sarajit. Unë do të kisha veçuar 3 projekte kryesore për të cilat besoj se bashkë edhe me kundër kandidatin, kushdo që të fiton, do t'i filloj qënë ditën e parë. Konkretisht bëhet fjalë për shkollën në Matk, për urën për komsor në Lok para se të ndërtohet ura e cila do të lidh me komunën e Gjoçës dhe rregullimin e çështjes së ujit të pishëm, i cili është i 2 natyrave të ndryshme, të cilat do t'i sqarojmë pastaj. Normal për skaj kësaj, në plan programin tim është që në 100 ditëshin e parë ne të krijojmë ekipe të cilat do t'i detektojnë nevojat primare dhe emergjente të qytetarëve. Ideja jonë është që në 100 ditëshin e parë të projektojmë, në 4 vjeçarin e ardhshëm të realizojmë. Pasi që ne nuk do të mvaremi vetëm nga buxheti vetanak i komunës, ideja jonë është që të sigurojmë fonde dhe mjete nëpërmjet bashkëpunimit me sektorin e biznesit në Saraj, i cili është shumë i suksesshëm, me mbërgjimtarët të cilit i kemi shumë të numërt, por edhe me institucionet ndërkombëtare siç janë fondet e BE-s, bashkëpunimin ndërkufitar, cross-border ndërmjet komunave, nëpërmjet fondeve të ambasadave të ndryshme e kështu me radhë, por e rëndësishme është që ne do të kemi projekt konkret me të cilën do të aplikojmë në ato thirrje, ku do të caktojmë ekip special që do t'i ndjek. Dakor, zoti Elmazi, ju çfarë keni detektuar, çka ka nevojë më shumë ti Sarajit që zgjidhet ai problem që e tangon më shumë ti atë zonë? Realisht problemet ne bashkëjetojmë edhe veprojmë gjatë tanë kohës në Saraj, jo se nuk i dim problemet edhe sfidat me të cilat ballafaqohet qytetari i Sarajit, mirëpo si problem kryesor me cilën që në ditën e parë do nisim të merrem është uji i pishëm. Është fatkeqësi realisht për banorin e Sarajit uji i pishëm, i cili buron po nga e njëjta komunë, të cilin ujë e shfrytëzojnë gjithë qytetarët e Shkupit dhe banorët e komunës Sarajit ta kenë këtë problem. Pastaj kemi transportin publik dhe thuja deponit e egra. Këto janë si detektime kryesore të cilat janë ndalur nga vetë qytetari i Sarajit. Që kërkojnë zgjidhje më shpejt. Ajo që duhet ta potencoj edhe që shpillim që rregullat e debatit i dini edhe nga përvoja juaj që do të ketë kohë të barabartë për secilin prej jush për shprehur vizionin dhe mendimet dhe qëndrimet tuaja mbi këtë që po diskutojmë. Problem në gjitha komuna në tërësi brenda vendit, por edhe konkretisht kur flasim vetëm për komunën e Sarajit, është çështja e problemeve ne sado që flasim që janë shumë elementare bazike, janë gjëra të vërteta dhe reale të prekshme, janë problemet infrastrukturore dhe me transportin publik. Zoti Ramadani, çfarë u keni premtuar qytetarëve në takimet që keni mbajtur me ato dhe çfarë keni në planin tuaj? Keni hartuar në një plan konkret, çfarë do të investoni në aspektin infrastrukturor në komunën e Sarajit dhe çështjen e lidhjes së Sarajit me qytetin e Shkupit me transport publik? Në qartë. Çështjet e projekteve që i tangojnë banorët e Sarajit, konkretisht komunën e Sarajit, janë të problematikave të ndryshme, por edhe projekte të cilat nuk mbaren vetëm nga komuna jonë, por mbaren edhe nga bashkëpunimi me qytetin e Shkupit edhe bashkëpunimi me qeverinë. Konkretisht bëhet fjalë për projektet më madhore infrastrukturore, siç është plani për rrethrrotullimin në hyrje të Sarajit që i lidh 2 krahët e Dervenit, plani për bulevardin në rrugën kryesore Dardania të Sarajit, e cila frekuentohet nga gjithë banorët e Sarajit, por edhe rrugët të cilat janë prej Sarajit deri te dalja e Sarajit, por pastaj deri në fshatin Bojan, këndej rruga kryesore në Kondoh, pastaj që e lidh me Radushën, nuk janë strikt kompetenca të komunës së Sarajit, por do një bashkëpunim, ose me rrugët shtetërore, ose me qytetin e Shkupit. Plani jonë konkret për rrugët brenda lokale të fshatrave, ne kemi ku të marrim shembull, si rasti i fshatit Bojan, edhe fshatit Cillare e Epërme. Ato rrugë kryesore brenda fshatrave janë të rregulluara me gjitha standardet, dhe ne këto fshatra do t'i marrim si shembull për ta implementuar të njëjtin sistem në gjitha fshatrat e komunës së Sarajit, pasi që besojmë që me rregullimin e infrastrukturës rritet edhe mundësia që qytetarët
të kthehen në vendbanimet e tyre, veçanërisht në fshatrat të cilat janë pak më larg nga qendra e Sarajit, por edhe rritet mundësia për investim në veçanti për pjesët hyrëse të dy anëve të Vardarit, të cilat duhet të jenë zona industriale të zhvilluara, pasi që pozita gjeografike mundson në kyçe në autoban e cila i lidh dy pjesët e Maqedonisë, pjesën lindore dhe pjesën perëndimore, pjesën prej Tetov deri në Struk. Nga ana tjetër, për çështjen e linjave të transportit, kemi hasur në shqetësime të qytetarëve, në veçanti të fshatrave të cilët janë më larg nga Saraj, konkretisht Bojan dhe fshatin Vorse dhe Radush, që kanë mungesë për linjat e transportit dhe aktualisht ato linja janë të pamjaftueshme për të siguruar transportin e fëmijëve, konkretisht në zonat e shkollave të mesme dhe student, por edhe për gjithë kategoritë tjera. Çështja e parë që do të bëjmë normal, ne si komunë do t'i drejtohemi qytetit Shkupit, me kërkesë që këto linja të shtohen dhe të sigurohen autobus adekuat të cilat në bazë të numrit të nxënësve, të shkollarëve të mesëm edhe studentëve, do të sigurohen autobus mjaftueshëm që do të qarkullojnë për të siguruar transportin e tyre deri tek shkollat. Kjo do të jetë kërkesa jonë e parë, edhe pse nuk është se nuk ka pasur kërkesa deri tani nga komuna, por ka munguar një bashkëpunim konstruktiv, institucional ndërmjet komunës së Sarajit dhe qytetit të Shkupit. Deri tani për 3-4 vite, 8 kërkesa janë evidentuar drejt ndërmarrjes për transport publik qytetit Shkupit, por nuk kanë hasur deri në përgjigje konkrete, pasi që bashkëpunimi thash duhet të jetë i sinqert. Kërkesat i ka dërguar komuna e Sarajit apo me iniciativë të komunës së Sarajit, normal nga shqetësimet dhe kërkesat të cilat i kanë pasur qytetarët. Dakor. Zoti Ramadanit, vazhdoj me zoti Elmazin. Çfarë plani konkret zoti Elmazi keni hartuar ju në plan programin tuaj sa i përket investimeve infrastrukturore dhe këtë që diskutuam pra edhe me kundërkandidatin tuaj për çështjen e transportit publik si nevojështimi të linjave për Sarajin? Realisht pikë e parë, apo pikë kryesore e plan programit tim ka të bëjë me infrastrukturën, atë nëntoksore dhe rrugore. Sa i përket infrastrukturës rrugore, si di projekte më të mëdha, të cilat i premtojmë dhe në bashkëpunim me qytetin edhe me ndërmarrjet përkatëse, të cilat janë pjesë e nën kompetenca të qeverisë së Republikës Maqedonisë së Veriut. Planifikojmë bulevardin në Saraj, ta bëjmë me 4 kursi për ciklist edhe kombësor. Gjithashtu rrugën rajonale e cila lidh komunën e Sarajit me komunën e Jegunovci dhe të Arcës, nga fillimi në Kondov deri në Radush, një projekt i cili vite mbrapa u ka premtuar dhe në çdo cikël zgjedhor ka ndalur me harta, me zona se është premtimi i njëjtë. Me ardhin në qeveri, ne e pam se projekti është në fazën e projektimit dhe nuk ishte i gatshëm për tenderim për furnizim publik. Tani më gjitha hapat janë marrur, u kanë evitu problemet teknike që kanë qenë për atë rrugë dhe besoj për 3 deri në 6 muaj i njëjti projekt dhe i gatshëm që të tenderohet dhe të bëhet ajo infrastrukturë. Rrethrotullimi në Saraj, një çështje kërkesë e kamshme, sidomos kraut majt të komunës Sarajit, Kondov e Këndej, që besojmë se me marrjen e pushtetit do ngrem iniciativë për të zgjidh atë problem, edhe ura e Llokës, si 4 projekte më të mëdha infrastrukturore të cilat i parashohim në plan programin tonë. Sa i përket transportit publik, me iniciativë të komunës Sarajit, çudi atë që e ceki Bleranti, unë kam qenë këshilltar në qytetin e Shkupit edhe i di për këto kërkesa që i ka dorëzu, edhe pse kanë pasur koalicion komunën e Sarajit me zonjën Arsovska, nuk i ka përfillën këtë aspekt. Në base se është jo menaxhim i mirë i të njëjtës, unë shpresoj se me ardhin në krye të komunës Sarajit do ngrem iniciativa që të shtohen linjat fillimisht dhe të përshtatet sidomos për 4 vendbanime, Bojan, Kopanis dhe Radush Dvorës, të përshtatet oraret edhe me transportin e nxënësve, shkollarëve të mesëm edhe studentë. Në këtë drejtim, zoti Elmazi, ju problemin e shifni tek qyteti Shkupit apo tek menaxhmenti i komunës Sarajit? Jo, tek qyteti Shkupit,
të qytetit Shkupit. Mbase drejtoria është nën kompetencat të qytetit Shkupit. S'ka Ndërmarrja për ingerenca, transport publik. s'ka ingerenca komunës Sarajt se i përket transportit publik. Komunës Sarajt mund të merr iniciativë se i përket vendbanimeve lokale, të cilat nuk kanë qarkullim lokal, të organizoj mbatjen e nxënësve deri në shkollat fillore. Këtë kompetencë ka, nuk ka kompetencë të siguroj transport publik. Në këtë drejtim pajtoheni që menaxhmenti i komunës Sarajt, pavarësisht se kush ka qeverisur viteve paraprake, viteve që kemi lënë pas, nuk qëndron problemi për shkak mungesës së transportit publik ose linjave adekuate. Dakor. Zoti Ramadani, kur bëm prezantimin tuaj në hyrje, u përmend edhe çështja e NAS-s edhe certifikimet tuaja, mirë po, e dini dhe jeni banori komunës së Sarajit që akoma ka fshatra në komunën e Sarajit që kanë probleme ujin e pishëm. Pra nga ai nivel ju do duhet zbresni dhe keni kandiduar edhe për t'i parë problemet dhe hallet e qytetarëve në nivel lokal. Si qëndron çështja dhe çfarë keni në planin tuaj për sa i përket me furnizimin pra 24 shtat të gjithë fshatrave, 21 fshatra asaj janë saktësisht në komunën e Sarajit me ujë të pishëm që mos të kenë këtë problem bazik esencial. Abedin, unë e kam analizuar këtë aspekt në aspekt inxhinierik, kam projektuar pompa në kapacitet më të mëdha dhe e di se si është funksioni i tyre dhe e di se si shkon projektimi prej fazës parë deri në realizim. Për këtë ne do të dalim me premtim që në 2 vitet e para do të plotësohen gjitha nevojat primare të komunës Sarajt. Dhe jemi shumë të bindur për këtë dhe kemi plan konkret. Pse e them këtë, pasi që një pjesë e ujësjellësit dhe instalimit të rezervareve është pothuajse gati, e cila do të plotëson nevojat e qytetarëve të Sarajit prej Bojan deri në Bukoviç. Problematika e dytë ka të bëjë me çështjen e shtypjes, aty ku ka mungesë të shtypjes, ne do të inicojmë kërkesë drejt ujësjellësit të Shkupit që të bëjnë ndërimin e pompave, që të instalohen pompa me fuqi më të mëdha instaluese, që të ketë shtypje edhe për shtëpitë e reja të cilat janë ndërtuar, pasi që kur janë projektuar ato pompa, shembull në një lagje kanë qenë 100 shtëpi, me rritjen e numrit të banorëve tani janë ndërtuar edhe 200 shtëpi tjera, dhe ajo pompë është e pamjaftueshme për të siguruar presion edhe për shtëpitë e tjera, dhe do të bëjmë një analizë detale se ku ka nevojë të instalohen edhe rezervare të reja. Por krejt këto shkojnë me iniciativë drejt ujësjellësit dhe në bashkëpunim me qytetin e Shkupit. Ne kemi parë që nuk ka munguar iniciativa nga ana e komunës, Mohamedi mund të na vërtetoj atë se ka qenë edhe këshilltar në qytetin e Shkupit, por problematika sipas mua qëndron në qasjen konstruktive dhe bashkëpunimin e ndërsjellë ndërmjet dy institucioneve. Kur bëhet fjalë për ujë të pishëm, Abedin, unë kështu e them para gjithë opinionit, ne do të inicojmë, ne do të dorëzojmë kërkesë, bile edhe me specifikacion të duhur dhe çdo analizë për t'ja u lehtësuar atyre se si është situata aktuale dhe çka mund të bëjmë. Por nëse hasemi në vesh të shurdhër, unë do të jem i pari që do t'i prij protestës bashkë me qytetarët për ta vetëdijsuar edhe qytetin e Shkupit, edhe ujësjellësin se kjo punë një herë për gjithmonë duhet të realizohet. Zoti Ramadani, këtë drejtim, do të sy për çështjen e transportit publik, edhe për çështjen e ujit, t'i hudhet faji vetëm komunës së Shkupit, atëherë komuna e Sarajit është komunë e pavarur, ka ekzekutiv, ka ndërmarrje të saj. Madje kandidati për qytetin e Shkupit nga kjo studio tha që fshati Rashë furnizon një pjesë të madhe të Shkupit me ujë, ndërkaq fshatrat për rreth në të njëjtën komunë, pra në komunën e Sarajit nuk kanë ujë të pishëm. Ku e shihni ju problemin? Se edhe kur jeni takuar ju keni premtuar qytetarëve që ne do t'ju furnizojmë ujë të pishëm, a ka pasur ankesa prej tyre pse deri tash nuk ka pasur? Ankesat po duhet. Ku ka qëndruar problemi që kjo çështje nuk është zgjidhur? Duhet ta bëjmë dallimin ndërmjet kompetencave institucionale. Në këtë rast, komuna e Sarajit është bërë një padrejtësi sistematike, nuk thon për çështjen e ujit të pishëm. Çështja e burimit të ujit në Raçe është çështje strategjike të nivelit shtetëror. Këtu duhet ta dallojmë në aspekt lokal dhe aty jemi dakord. Padrejtësia selektive që është bërë komunës së Sarajit është që mos të shpërblehet që vendi në të cilën buron uji dhe furnizon kryeqytetin, gjysmën e Maqedonisë, të ketë problem me ujë të pishëm. Dhe ajo të hasë në blokim institucional konkretisht nga qyteti i Shkupit. Për këtë thamë, në qoftë se do të vi rasti, unë do të jemi pare që do t'i prij protestës popullore të Sarajit për t'i treguar se kjo nuk mund të shkojnë në këtë mënyrë. Çështja tjetër, ne edhe për projektet strategjike siç është
liçeni i Matkës, liçeni i Treskës, po deri diku edhe parku i Sarajit. Kompetencat nuk kanë qenë të komunës së Sarajit. Do të rikthehemi sërish tek ju. Jo, desha dal në atë aspekt se Saraji është i pavarur në aspekt të vetë qeverisjes lokale sa i përket vendbanimeve. Çështjes së rrugës kryesore, pasurive natyrore, varësisht prej institucioneve, janë nën kompetencat e institucioneve tjera. Po, zoti Elmazi, se nga kjo që dëgjuam nga zoti Ramadani edhe nga jo paraprakisht i bie që banorët e Sarajit do duhet ta përcjellin garën edhe në qytetin e Shkupit se kush do të jetë kryetar dhe do të përballen sërish me bllokadat e njëjta. Pra, nuk është çështja, ne kemi këtu dy kandidatë që garojnë për komunën e Sarajit, po përgjigjen esenciale, bazike, elementare të problemeve në komunën e Sarajit, me dhënë bukur mirë po varen nga qyteti i Shkupit. Ne kuptojmë çështjen e decentralizimit, po komuna e Sarajit varet në mënyrë kaq shumë tjetë e lidhur dhe e varur për qytetin e Shkupit, pak është e habitshme edhe për banorët e asaj zone. Megjithatë, ju ku e shqipni problemi pse deri sot komuna e Sarajit nuk ka arritur të furnizojë me ujë të pishëm banorët e saj? Realisht, sot e kësaj dite, disa vendbanime të komunës së Sarajit, siç janë Çajlana, Semenishti, Dvorca dhe Radusha, nuk kanë ende rrjet të ujësjellësit. Flas për ujësjellësin e qytetit, kanë improvizim të ujësjellësit, të cilët furnizohen dhe kanë rregullu vetëm me vetë iniciativë, me mjetet e veta. Ndërsa pjesa tjetër e ka ujësjellësin, një pjesë është problemi i shtypjes së ujit, pjesa tjetër, disa vendbanime kanë me rritjen, falë Zotit, shtimin e popullatës në ato vendbanime e kështu me radhë. Sa isha këshilltar në qytetin e Shkupit, nisëm disa iniciativa, debatet tashpara me kryetarën e qytetit për ujin e pishëm e kështu me radhë, derisa erdhëm në një bashkëpunim ndërkomunal mes komunës Sarajit dhe qytetit të Shkupit, ku u siguruan diku 197 milion denar për reinvestim në rrjetin e ujësjellësit, me të vetmin qëllim që banorët e komunës tonë, konkretisht Rashi, Bojan, Kopanic dhe Bukoviç, tjetë më ky problem i natyrës kaluar, edhe bëhet plan tjetër për banorët e Arnaqisë, Semenishtit dhe Çajlanës. Megjithatë, investimi u ka bërë, por mbas informacioneve të cilat i kam unë nga i njëjti institucion, ka gabim teknik në projektim. Dhe kjo duhet të bëhet edhe një herë një projektim të gabimi teknik është që të mund të mbulohet kjo pjesa e këtyre fshatrave me ujë të pishëm. Komuna e Sarajit ka edhe një problematik tjetër, të cilën e hasim edhe në thirrjen e parë dhe dytë të qeverisë, projektet e gatshme me të cilat mund të fiton grandet edhe nga shtetet e huaja me të vetmin qëllim që të bëhen investime në atë vendbanim. Ne këtu do kemi një bashkëpunim shumë të madh edhe me qeverinë e Republikës Maqedonisë së Veriut, ku jemi dëshmitar se në rekonstruim, domethënë, të infrastrukturës nëntoksore edhe rrugore, qeveria e Republikës Maqedonisë ndau pothuajse mbi 2 milion e 500.000 euro vetëm për vendbanimin Llaskars, domethënë për rrjetin e ri të ujësjellësit, kanalizimeve dhe rrugët lokale. Kështu që një bashkëpunim Komunë e Sarajit, qeveri, Komunë e Sarajit, qyteti Shkupit, besoj se kjo problematikë ujit të pishëm di takoj të kaluarës, edhe për një mandat të plot, unë besoj se dhe e zgjedhim bashkë me ekipin tim administrativ Komunës Sarajit, në qoftë se kjo nuk ndodh, unë nuk do paraqitem para qytetarëve të Sarajit dhe nuk do kërkoj mbështetje politike më asnjëherë. Do të thonë ka zgjedhje, besoj, mbase edhe ndryshimin qytet Shkupit, atë që po të mësuat ju do ndodh, edhe me një partneritet edhe koalicion brenda qytetit Shkupit do jetë shumë e afërt, se koalicioni brenda qytetit Shkupit aktual nuk është i natyrshëm edhe nga vetë vleranti që e shpjegon. Do të thonë, u kanë bë një koalicion brenda koalicionit brenda qytetit Shkupit mes Komunës Sarajit dhe qytetit Shkupit, po ai është koalicion i interesave personale mbase dhe jo për projekte konkrete për të dalë në ndihmë qytetarëve të Sarajit. Edhe jo gjashëm prapë fajnë e udhën e direkt fajtor, mendoni që
për shka nuk kanë ujë banorët e Sarajit, është edhe qyteti. Përgjegjës për ujin e pishëm, për Përmendet një gabim në cilin e keni hasur që ka qenë proces teknik, gabim teknik. Informacionet sa që i kam, po. do të thonë gjatë projektimit u ka projektu. Sepse këto gabime natyrisht që janë procese që marrin kohë. A merr dikush përgjegjësi? Keni informacione çdo projektim ka revidim të projektit, edhe kuptohet edhe me fillu nga fillimi merr kohë. Çdo gjë merr kohë. Për atë më thëmë, për një mandat të plot, besoj se uji pishëm do i takojë të kaluar. Problemi ujit pishëm. Abidin, nëse më lejon në këtë aspekt, dua vetëm të ndërhy, do të bëjmë dallimin ndërmjet idejës, projektit ideor dhe projektit kompletuar. Në këtë rast, kur ka filluar investimi në rezervaret që do të furnizojmë Bojanën deri në Bukoviq, për mendimin tem ka të bëjë me çështjet të blokadas politike që bëhet nga ana e ujësjellësit të Shkupit. Pasi që nuk mundet një projekt të arrijë deri në fazën e dorëzimit të dokumentacionit, pa mos qenë verifikuar i gjithë procesi prej në fillim deri në fund. Aty duhet kemi një fillimisht projekt ideor, në fillim projektohet projekti me gjitha fazat, si fazat buxhetore, administrative, teknike, derisa të dorëzohet e njëjta. E tani kemi një miskoordinim ndërmjet institucional, pasi që edhe në hapësirat ligjore ndonjëherë varësisht për projektit kërkojnë që ndokund projektin ta dorëzojë një inxhinier i ndërtimtarisë, ndokund një inxhinier i elektros, ndokund një inxhinier i maqinerisë, por në moment kur projekti arrin fazën finale, ajo është duhur që të analizohet shumë më herët. Kështu që unë fajin e hedh direkt te ujësjellësi i Shkupit. Dhe me marrjen e mandatit tash, ne do të bëjmë presion, pasi që nuk mundet nga vendi ku buron uji dhe furnizon gjysmën e Maqedonisë të përballet me bllokim politik dhe të përballet atë që e tha kundër kandidati, mos ketë vendbanime që ende nuk kanë të projektuar infrastrukturë të ujësjellësit për të furnizuar qytetarët. Nga ana tjetër, mos menaxhimi i qytetit të Shkupit është një problematik politike, mirëpo në këtë rast unë nuk besoj që edhe qeveria aktuale, konkretisht Vlen, mund të akuzon funksionimin e qytetit Shkupit, pasi që një pjesë e mirë e koalicionit Vlen ishte edhe në koalicion me Arsovskën deri para një vitit. Do thonë, nuk është qasja tani të hudhin fajin tek njëri tjetri, po ne duhet të ofrijmë zgjidhje se si do të jetë qasja jon nesër kur do ta marrim menaxhmentin e komunës. Kjo është shumë e rëndësishme për qytetarët. Po, zoti Elmazi aktualisht partner koalicionin në qytetin e Shkupit kush janë? Blerim Bexheti, Komuna Sarajt edhe Daniela Arsovska. Besoj se partitë politike kanë ndonjë marrëveshje politike. Po, sepse zoti Ramadani tha që koalicioni Vlen deri dje kanë qenë partner të dikushëm para asaj, për shembull. Po, dhe në grupën e zjarrit ka pas një marrëveshje politike mes të irat që e pretension. Mirë, po jo nuk po e shifni si çështje problematike. Se ka vazhduar edhe 2 vite e sa ky koalicion, dhe për 2 vite e sa nuk u ka fituar një projekt konkret për banorët e Sarajit, u kanë fitu kontrata fiktive, ku ka shumë kontrata edhe shumë të ri, të cilët keq përdoren sot e kësaj dite, u bëhet kontrata fiktive, qëndrojnë në shtëpi dhe marrin një paushall mujor dhe nuk vihet në shfrytëzim potenciali edhe thon thjesht koka e tyre. Aktualisht në shërbim të kujt janë këta që kanë kontrata fiktive? A e din vetë ata. Sipas jush, ju jeni në teren aty? Po, koalicioni që është në kuadër qytetit Shkup dhe komunës Saraj. A janë në shërbim tuaj në zoti Ramadani këta për cilët po pretendon zoti Elmazi? Unë nuk kam qenë qeverisje në qytetin e Shkupit, kam qenë qeveri qendrore, për këtë qasje që e ka ndaj shqiptarëve, unë i thash jo kësaj qeverie bashkë me partinë time dhe dola në opozit. Është interesant fakti kur thot kundër kandidati i cili 2 vite ka qenë në qytetin e Shkupit, tani 2 vite nuk është, a ka qenë njëjtë edhe atëra, po pasi dulët ju ka ndryshuar. Më thonë, kjo është pak simptomatike. Është shumë interesant, potencohet se qasja ime si kandidat, apo si menaxher i jashtëm i komunës së Sarajit, duhet ja u bëj me dije dhe qytetarëve, do të jetë qasje profesioniste. Problematikat e cilat do të hasin institucionet brenda komunale do të jenë transparente. Qytetarët duhet të njoftohen. Qytetarët nuk janë njoftuar edhe më herët ku ka qenë problematika e ujit pishëm.
duhet të bëhet me ditur qytetarit se nuk mvaret nga komuna e saj. Duhet dalë edhe në aspekt politik, Abedin. Se në moment kur qytetari e ka atë vetdije, nesër si menaxher i jashtëm kur do ta thirrish për një protestë demokratike që ka të bëjë me nevojat primare të tyre, ai do të përgjigjet. Po do të shkojë mesazhi edhe në qytetin e Shkupit. Zoti Ramadani, mbase jeni në opozitë dhe hera e tretë që përmendni çështjen e protestës. Qytetarët nëse ju votojnë juve, ju votojnë për të qëndruar në komunë dhe për të menaxhuar punët, jo për të dalë në rrugë. E kam fjalën për nevojë primare se protesta është opsioni i fundit. Është edhe natyrshme për shkak se jo, Abedin, ne do të bëjmë një analizë. Vetëm ta dëgjojmë zoti Elmazin sepse pushteti lokal Lerandi është pozit. E ke gabim. Në kodët të pushtetit lokal, po, do të thotë është pozit në pushtet lokal ajo është realitet. Me ushtruesin e detyrës është kandidat edhe ai, edhe unë, që s'kena pas pushtet lokal, s'kena kandiduar asnjëherë për... Pak dallon, ju keni qenë 4 vite në këshill. Po. Për kandidat për kryetar komune, kam fjalën, s'kena pas aq përgjegjësi në dha. Unë jam opozit, ajo është pozit me plot kuptimin e fjalës. Bie më tepër mbi zotin Ramadani. Me plot kuptimin e fjalës në pushtet lokal të komunës Saraj. Po është interesant, Abedin, se në nënshkrimi im apo vota ime nuk figuron askund në komunën, s'kam pas qasje, është fakt se ne jemi në koalicion, aleancë kombëtare. Edhe jeni bashkërisht ku don takime me qytetarët. Nuk mund ta mosh, bile vizioni jon, kemi thënë, nuk është kjo që ne i hym vetëm zgjedhjeve komunale. Po është për të çuar mesazh kësaj qeverie se ka gabim. Po ajo është temë politike pak e nivelit më të lartë. Unë dua të qëndroj në nivel lokal. Njerëzit më njohin nga profesionalizmi që e kam parë në projekte ndërkombëtare. Tash i ofrojmë qytetarëve të komunës së Sarajit për ta shërby dhe për ta harxhuar çdo atom të energjisë për projekte konkrete. Dhe kjo është vizioni im për Saraj. Çdo tentativë për të më lidhur mua nuk është e realt, pasi që realiteti nuk flet ashtu. Përkundër kandidatit, i cili ka qenë pjesë e këshillit, po edhe qytetit të Shkupit, edhe aktualisht në pushtet qendror. Po pa marrë parasysh, do të thonë, secili rolin e vet e shfaq mbas rezultateve konkrete. Fajin nuk duhet ta lëm jetim, po fajin nuk duhet t'ja hedhim asnjëri tjetrit. Se ne e pam në fillim që nuk mbaren çështjet vetëm nga pushteti komunal, po mbaren nga bashkëpunimi ndërinstitucional komunal i komunës së Sarajit dhe qytetit të Shkupit. Definitivisht, po asnjë nuk duhet mohohet as se ku qëndron problemi. Zoti Elmazi, e dim se si çdo komunë tjetër në vendin tonë dhe komuna e Sarajit ka nevojë për një zhvillim më të dukshëm e më të prekshëm ekonomik. Çfarë plani konkret keni ju në këtë drejtim, se si të ketë një zhvillim më të hapshëm, sepse deri më tani zhvillimi ekonomik ka qenë i ngadalshëm. Do të thotë kjo ka ndikuar që të rritet edhe numri të rinjëve që janë pesimistë dhe të kërkojnë perspektivë jashtë vendit. Ne i dimë, kemi përmendur edhe herave të kaluara që komunat nuk janë ente punësimi, po megjithatë, komunat janë institucione të cilat kanë kompetencat mjaftueshme për të tërhequr investitorë të huaj dhe për të shkaktuar një zhvillim ekonomik për të krijuar edhe vende të reja të punës për ato banorë. Çfarë plani ju keni në këtë drejtim? Realisht, te plan programi im, Sarajin e ka ndonë disa zona, ka të bëjë me zonën industriale në Saraj, vetëm se ati si përmarrësit tonë të cilat e kanë arrit gjithë atë potencial, gjithë atë kapital personal, e kanë arrit mbi supet e tyre, mbi punën e tyre të palodhshme e të ndershme që e kanë bërë. Do me thonë, jashtë zonës 1, siç e quaj zonën Saraj, planifikojmë zonë industriale në vendbanimin Kondov, është pjesa rreth lumit Vardar ku vetëm se shfrytëzohet për deponi të egër, fatkeqësisht hudhen mbeturina e gjithandej dhe u ka shndruar ajo bukuri natyrore në zonë të egër për deponi. Planifikojmë ta urbanizojmë atë pjesë dhe të ketë investime konkrete të ajo pjesë. Jashtë asaj, vendbanimet prensillare të epërme deri në Dvorc i parashojmë si zonë gastronomike, ku do urbanizohen disa lokacione të cilat janë pjesë me pronësi të shtetit, të urbanizojmë të njëjtat dhe të mundsojmë banorëve lokal apo investitorëve që të bëjnë investime konkrete në atë pjesë. Dhe pjesa tjetër, pjesa mbi Bojon dhe Kopanic, siç njihet Mali That, apo banorët e Dervenit siç e njohin Malin Zheden,
ta shndrojmë, ta urbanizojmë disa lokacione të pronësisë së shtetit me vetmin qëllim që të bëhet ajo pjesë për gjueti dhe rekreacion, ndërsa pjesa e majt mbi vendbanimet Prinç Shalon deri në Semenisht të ketë bujtina dhe agroturizëm. Do të thonë e kena nda komunën e Sarajit me disa zona me vetmin qëllim që t'u jepet mundësi sa më e madhe të rinjve dhe banorëve lokal, edhe investitorëve të huaj që të investojnë. Me këtë besoj se gradualisht do ta zvoglim papunësinë edhe do ketë banori i Sarajit qasje direkte për të vetë punësuar në vendin e tij. Si projekt më i madh kapital për këto vendbanime është një park fotovoltaik në vendbanimin Kopanic, i cili do shërbej për punësimin e të rive të Bojanës, Kopanicës dhe Rashës. Lart poshtë kjo ishte. Po, ne në hyrje përmendëm edhe çështjen e asaj që Saraja ka potencial turistik duke konkretizuar lokacionin e matkës. Keni hartuar ndonjë plan konkret se si ky burim dhe resurs natyror mund të shndërrohet në burim dhe resurs financiar saktësisht për komunën e Sarajit? Realisht këto burimet natyrore që i ka komuna e Sarajit, fal Zotit, nuk është vetëm kanjoni matkës, këtu kemi të bëjmë edhe me liçenin Treska dhe dilumet përreth. Kemi projekte konkrete se si do t'i gjallërojmë të njëjtat. Me thonë, nga ana e majt prej aty ku lidhen, vërshetohen Treska dhe Lumi Vardar, parashihet në plan programin tonë një shëtitore deri në vendbanimin Gërçec, do me thonë faze parë, gradualisht duke shkuar deri te kanjoni i Matkës, dhe nga ana tjetër përreth Lumit Vardar deri te kjo zona industriale ku planifikohet ta urbanizojmë, ku tash është zonë e egër për mbeturina. Gjithashtu liçenin Treska, e cila është në kompetenca tashmë të Ministrisë të Kulturës, për 3 deri në 6 muaj do t'i kthejmë ato ingerenca komunës Sarajit, me kërkesë dhe iniciativë të komunës Sarajit, me vetmin qëllim që plani urbanistik i cili është aktualisht që shfrytëzohet një ditë e më parë dhe të vihet në funksion. Sa i përket kanjonit Matka, si pikë më problematike, kemi të bëjmë me infrastrukturën rrugore, gjithë ato turistë qarkullojnë, sidomos për vikende, te kjo zonë, mirë po s'kan kushte elementare. Do me thonë, infrastrukturë rrugore, parkingjet projektuara për 350 vende aktualisht, edhe vende të pastërta, ku do qarkullojnë të njëjtit. Për sa kohë mendoni që mund të përfundoj këta? Këto projekte, fatkeqësisht është se s'ka projekte të gatshme. Do angazhojmë në 100 e parë shtëpi projektuese, me cilat do merren jo vetëm me këto lloj projekte, me shumë projekte që t'jemi gradualisht në kontinuitet, që në bashkëpunim me qeverinë të shfrytëzojmë mjete gjithashtu nëpërmjet fondeve të huaja, ku garant për banorët e Sarajit e kemi në ministrin aktual për çështje evropiane, i cili është garant i gjithë këtyre projekteve që do mundohet me tërqenjen e tij që të na sigurojë mjete nga fondet e huaja që të zhvillohet Saraji. Pra paraqesni si përparësi. Dakor. Zoti Ramadani, koha për ju të na tregonin pikat shkurta se si e keni parapash shkaktoni dhe të nxitni zhvillim ekonomik në komunën e Sarajit, edhe për temat cilat i diskutuam edhe me kundërkandidatin tuaj, për sa i përket investimeve, se si këta atraksione, pra ky potencial turistik mund shndërrohet në burim financiar për komunën e Sarajit. Ne kemi plan konkret ekonomik lokal për zhvillimin vendor, është 10 pika, këtu e kam para mua. Dua të theksoj faktin se në Saraj janë të pozicionuar si përmarrësit më të suksesshëm ndoshta edhe në nivel republikan, dhe është fat i mirë që i kemi, pasi që të njëjtive duhet t'ju ofrojmë kushte për t'i rritur investimet e tyre, por edhe potencialisht investitorët brenda lokal për t'ju ofruar kushte për të investuar, dhe çdo investim sjell të ardhura dhe punësime për qytetarët e Sarajit. Konkretisht nga pjesa e investimeve, unë dua të veçoj edhe aspektin e trendeve të reja botërore. Ne do të hapim një qendër InnoSaraj, qendër inovative Saraj, ku idetë e trive do të përpunohen nga ekspert vendas, po edhe në bashkëpunim me mërgatën shqiptare, ashtu që të financohen idetë e reja të
të nxënësve, të studentëve shqiptar, në një farë forme do të ketë edhe një lloj vetpunësimi, pasi që sot jetojmë në kohën e teknologjisë, digitalizimit dhe një ide mund të sjellë nesër një sipërmarrës të nivelit evropian edhe botror. Pra talentët do të jenë në fokus të parë për detektuar potencialin e tyre. Komuna e Sarajit është, shpesh e kemi thënë, një ndër komunat më të bukura në vend, pasi që potenciali për të investuar si në turizëm, si në agroturizëm, si në investime në zonat industriale, është jashtëzakonisht i madh. Mirëpo, për të realizuar kjo, neve na duhet një strategji zhvillimi. Strategji zhvillimi 2025-2029, po edhe strategji zhvillimi në 10 vjeçare në ardhshëm. Pse potencoj këtë? Ne mund të themi do ta bëjmë këtë, do ta bëjmë atë, por nëse nuk i ofrojmë kushte të mirëfillta infrastrukturore që konsumatori, në këtë rast turisti, të vijë deri në vend për të shijuar pasuritë tona, atëherë është e pamundur që ai të harxhon mjete dhe e njëjta të ketë ky projekt të ketë sukses. Prandaj strategjia e zhvillimit neve do të na detektoj vendet e posaçme ku investitorët mund të investojnë, por nga ana tjetër të bëjmë plan se si do të realizojmë pjesën infrastrukturore, qoftë aty instalimin e infrastrukturës nëntoksore dhe mbitoksore, qasjen në ujë të pishëm, qasjen në energji elektrike, pasi që nëse bëjmë fjalë për investime të cilat janë jashtë vendbanimeve, aty duhet të kenë qasje në nevoja primare për të realizuar investimin. Komuna e Sarajit dje pata rastin të vizitoj fshatin Raoviç edhe Paniçar, besoni ato kanë një panoramë të mahniqshme dhe aty është një potencial i madh për të zhvilluar turizmin malor. Por në këtë drejtim ne duhet të investojmë edhe në infrastrukturë, ashtu që investitorëve lokal, po edhe tuajt ja u bëjmë më të lehtë qasjen derisa ato të investojnë. 3 projektet konkrete të cilat neve do të na transformojmë Sarajin në aspekt të turizmit që të vinë. Po, në pika më të shkurta. Po se ishte 3 pyetje mendoj për kundërkandidatin tash po të lidhe. Po jo sepse po e mbasim kohën saktë, kështu që pa dert. Te aspekti i investimeve në turizëm, çështje kryesore është ne që të shfrytëzojmë korridorin e Bukurisë, siç preferoj ta quaj, që ka të bëjë me parkun e Sarajit, liçenin Treska dhe liçenin Matka. Mirëpo, këto të tre investimet duhet të ketë një strategji të konkrete dhe të mirëfillt se si ne do t'i zhvillojmë. Mos të lejojmë investime të paplanifikuara, po të bëjmë një investim të mirëfillt ku përparësi do t'ju japim investitorëve vendas, po edhe investitorëve të huaj. Pasi që ky korridor, e kemi thënë edhe më herët, një nga idetë tona është që të dy pjesët, ku takohet lumi Vardar me lumin Treska, të instalohet korsi për shëtitorët edhe ciklistët, ashtu që kur të vinë turistët e huaj prej asaj pike të mund të shkojnë në liçenin Treska, pastaj në liçenin Matka, pasi që është një potencial për të shfrytzuar. Liçeni Treska, në qoftë se realizohet plani urbanistik, i cili më herët ishte në kuadër të Ministrisë të Ekonomisë, tani është në kuadër të Ministrisë Kulturës, aty do të kemi investime jo vetëm në aspekt hotelerik për të restoranteve, por investime edhe të nivelit të ndërtimor, ku mund të ndërtohen, banime të reja për qytetarët e Sarajit, por edhe për të huajit. Ajo do të arrit kapacitetin e investimit lokal për investitorët vendas. Posaçërisht edhe në Matkë. Ne jemi të idesë për të analizuar një parking në Matkë, mirë po Matka është zonë e mbrojtur. Dhe aty duhet kemi kujdes qasja jonë se si do të jetë ndaj hapësirës publike. Po, zoti Ramadani, sepse për çështjen e investimeve dhe zhvillimit ekonomik ju përmendët 3 projektet kryesore prioritare që i keni. Tani neve në interes të kohës duhet të zhvendosemi në tema tjera që i kemi parapart të diskutojmë. Nga hulumtimet tona që kemi bërë në komunën e Sarajit, në hyrje përmendëm që një komunë që me banor për rreth 40.000 banor dhe kemi hasur vetëm një qerdhe publike që quhet Filiz me kapacitet prej 170 fëmijëve që mund të regjistrohen. Në këtë drejtim për sa i përket investimeve në arsim dhe zhvillimeve infrastrukturore në shkollat e Sarajit, çfarë keni parapas zoti Elmazi për komunën e Sarajit, saktësisht në aspektin arsimor, pa duke filluar nga mungesa e qerdheve edhe kushte tjera në shkollat fillore dhe ato të mesme? Saraji, ashtu siç e potencohet, ka vetëm një qerdhe lokale, e cila ka një godinë në Saraj dhe një në vendbanimin Kondov. Parashohim 3 qerdhe lokale, bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, në 3 lokacione të ndryshme, në vendbanimin Sjellaret Poshtme, Bukoviç, edhe çka për mua paraqet një
projekt më i madh edhe më i rëndësishëm në lokacionin në vendbanimin e Gërçes, në lokacionin ku qëndrojnë të pastrejorit, me një bashkëpunim të mirëfillt me të njëjtën ministri, besojmë ti largojmë, ti dislokojmë nga ata persona në fjalë dhe në vend të tyre, në hapësirën të cilët qëndrojnë ato dhe e shfrytëzojnë, të projektohet një qerdhe me kapacitet për 120 fëmijëve, edhe një kompleks administrativ, e quaj kështu, pasi që ky kompleks administrativ ka të bëjë me gjitha institucionet në nivel shtetit, të cilat kanë njësi rajonale, të vinë me zyrat të tyre edhe në Saraj, me të vetmin qëllim që banori i Sarajit mos bredh gjithandej në Përshkup, po shërbimet e njëjta t'i merr në vendin e tij, në komunën e Sarajit. Sa i përket infrastrukturës të shkollave fillore, parashohim 4 shkolla fillore, parashohim shkollën ndërtim të ri të shkollës apo godinës në Matk, në Shishov, në Laskarc dhe në Sillaret e Epërme, realisht me gjendje të mjerueshme nxënësit tonë mësojnë, edhe restaurimin e infrastrukturës të shkollave në objektet aktuale të cilat vjohet mësimi. Këtu pastaj digitalizim, ndihmë për ata nxënësit më të mirë, duke u mësuar kurse falas, sidomos në aspektin e digitalizimit, edhe dhoma senzorike për fëmijët të cilët janë me nevoja të veçanta. Dakor. Zoti Ramadani, paraardhësi juaj që aktualisht ashtu siç ju pra e përmendja dhe kundër kandidati juaj që i keni partner koalicioni sot komunën e Sarajit, vitin 2021 pati premtuar që në komunën e Sarajit të ndërtohen 3 qerdhe, në Bokoviç, në Shishov dhe në Sfillaret të poshtme. Aktualisht jemi në vitin 2025, këto 3 qerdhe nuk ekzistojnë këto 3 lokacione, pra kanë mbetur vetëm premtime në letër. A do të vazhdoni të trashëgoni këto premtime, apo keni plan tjetër konkret në aspekt të investimeve në arsim? Realisht çështja e qerdheve është një nga kërkesat themelore, pasi që fatmirësisht në çdo familje tani po punon edhe burri, edhe gruaja, dhe është nevojë çdo familjari që fëmijën parashkollor ta dërgon deri në qerdhe, dhe kjo do të jetë një nga iniciativat tona kryesore që do t'i dërgohet edhe Ministrisë së Arsimit, edhe në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve dhe Politikës Sociale, për të iniciuar projekte për qerdhe. Projekti për ndërtimin e qerdhes në fshatin Sfillare është në përfundim e sipër, gjithashtu duhet projektohet një qerdhe për vendbanimet prej në Arnaqi deri në Bojan, por qasja ime është që të reagojmë menjëherë me marrjen e mandatit. Çka nuk kupton kjo? Tani është në fazë rikonstruimi dhe zgjerimi i kapacitetit të qerdhes në Saraj, por njëkohësisht unë kam angazhuar edhe disa shok për të analizuar statikën e objektit në fshatin Kondov dhe për të shiquar mundësit për zmadhimin e kapaciteteve apo ngritjen edhe një kat të objektit që do të thotë dyfishimin e kapaciteteve për të siguruar parashkollorët tanë. Pasi që fëmijët tanë kanë nevojë të risocializohen. Po dalim nga çështja e qerdheve, po qëndrojmë në çështjen arsimore. Ne nga vizita që i kemi pasur në përfshatra, më emergjente na është dukur çështja e shkollës në Matk, të cilën edhe personalisht jam prekur, pasi që arsimin e kam si pikë dobët edhe familjarisht. Nga ana tjetër, nevojën për ndërtimin e 2 hapësirave në fshatin Rauviç, edhe pse aty janë vetëm 6 shtëpi dhe vitin e ardhshëm do të jenë vetëm 9 nxënës, është simbolike vendasve atje, po edhe për neve si komunë që të ketë shkollë ashtu siç është me lokacion. Nga ana tjetër ne do të kemi plan edhe për rikonstruimin e gjitha shkollave për t'i bërë ata me kushte moderne, edhe në aspekt infrastrukturor, po edhe në aspekt të pajisjeve me mjeteve që të ndjekin trendet e reja të digitalizimit. Konkretisht ku e kam fjalën? Ndërimin e kulmeve për gjitha ata shkollat të cilat kanë nevojë dhe për gjitha institucionet shkollore instalimin e sistemeve fotovoltaike, duke i ndjekur grantet të cilat e mundsojnë po të njëjtën. 3 projekte janë të gatshme për 3 shkolla, por synimi jonë është që për 4 vite çdo shkollë ta bëjmë me efikasitet energjetik. Me fasadë 3, me instalim të ri të sistemit të ngrohjes tohjes nëpërmjet instalimit të pompave termike, të cilat janë më efikase dhe mund të lidhen me sistemin fotovoltaik.
Këtë kjo do tjetë që shkollat tonë ta marrin statusin e shkollave ekologjike. Nga ana tjetër ne duhet punojmë veçanti për rritjen e cilësisë së arsimit. Nuk është vetëm pjesa e infrastrukturës. Mbase kjo është më tepër temë edhe qendrore, sa i përket Ministrisë e Arsimit, për sa i përket cilësisë së arsimit, definitivisht kompetenca, komuna ka drejt të organizon trajnime, pasi që ka inspektoratin i cili duhet forcohet në kuadër të komunës, që të bën inspektimin dhe monitorimin e menaxhmentit të shkollave. Po, zoti Ramadani, koha juaj përfundoi për sa i përket temës së arsimit. Zoti Elmazi, ju si banor i komunës së Sarajit, sa e vlerësoni transparencën e komunës? Dhe nëse do ta keni fatin dhe besimin e qytetarëve që ju t'jeni kryetari i jashtëm i komunës, si do të veproni në drejtim të transparencës? A do t'i publikoni online gjitha tenderet dhe shpenzimet komunale? Pa dyshim. Një gjatë tillë edhe aktualisht ku jam, ku dheq momentalisht me shoqërinë aksionare në Magas, të gjitha gjanat i bëjmë në mënyrë transparente. Do të thonë çdo banor i Sarajit do jeti njoftuar për çdo kontratë e cila do lidhet, qoftë ajo tender apo kontratë për shërbime tjera, dhe me të vetmin qëllim që të jetë informuar nga dora e parë dhe me këtë ta luftojmë korrupsionin. Do të thonë kthim i qytetarit në komunë të hapur, kthimi i besimit i qytetarit në komunë është gjëja më primare të cilën duhet ta bëjmë. Ta kthejmë besimin e qytetarit në institucionin komun. Dakor. Ju, zoti Ramadani, si e vlerësoni transparencën aktuale të komunës së Sarajit dhe çfarë premtoni që a do të jeni të gatshëm që gjitha shpenzimet komunale edhe tenderimet publikohen në faqet online, që të jenë të çashme për qytetarën? Jo vetëm që jemi të gatshëm, por kemi projekt konkret i cili do të titullohet Open Saraj. Do të jetë një platformë e hapur 24/7 për qytetarët, ku do të kenë qasje në çdo kontratë, në çdo tenderim, në çdo denar ku shkon çdo denar i qytetarit komunës Sarajit ku harxhohet. Kjo është pika e parë dhe kjo do të jetë platformë e hapur online. Nga ana e dytë, sa i përket aspektit të transparencës edhe digitalizimit, ne në fushat do të prezantojmë aplikacionin Komuna Ime, e cila është e gatshme dhe do të mund downloadohet në App Store dhe Android, ku qytetari nga vendngjarja ku është, nëse ka ndonjë raportim për punonjësit e komunës, për punonjësit në për shkolla, ka ndonjë raportim se mungon diçka në për rrugët dhe mund të jetë rrezik për fëmijët tanë, e fotografon, e dërgon lokacionin dhe paraqitet si raportim të komuna, që brenda 24 orëve shërbime që do të formohen të merren masat. Këtë kjo në interes që qytetarit jetë i lidhur me komunën dhe komunat jetë i lidhur me qytetarit. Dakor. Zoti Elmazi, ashtu siç jeni të njoftuar ju edhe ne, që në vitin 2022 Komuna e Sarajit rriti për 50% tatimin në pronë. Nëse ju do të jeni kryetari i jashtëm i komunës, si do të veproni me këtë çështje? Do ta lini këtë rritje që të figurojë akoma? Do ta ulni tatimin pronë në gjendjen paraprake që ka qenë, apo si do t'ja bëni? Vetëm se tatimi në pronë në seancën e fundit të Këshillit Komunal u ka fuqizuar nga Këshilli Komunal, gjithsesi këshilltarët komunal. Unë e quaj një fitore paraprake e qytetarëve të Sarajit dhe koalicionit Vullnet kundrejt komunës Sarajit. Qëllimi im ishte fisnik dhe dolëm me premtim konkret para qytetarëve të Sarajit, ku u thamë që në seancën e parë i njëjti tatim i dyfish do të fuqizohet. Fatmirësisht këtë arritëm edhe para se me marr menaxhmentin e komunës Sarajit. Dakor. Ju, zoti Ramadani, si do të veproni për sa i përket tatimit në pronë? Tatimi i dyfisht u shfuqizua nga këshilltarët aktual të komunës së Sarajit, dhe këtu pak është bën një lloj propagande nga ekipa e kundër kandidatit, pasi që nuk është sukses as i imi as i tij, por është sukses i këshilltarëve aktual. Edhe në vizionin tim ishte që ditën e parë ta shfuqizojmë këtë si mas. Ka pasur iniciativë, unë kam një dokument ku, do thonë, kolegë të afërt me kundër kandidatin, që kanë qenë bartës të Këshillit, një iniciativë në vitin 2021, me 6-ën e 4-tit, për ta shfuqizuar këtë mas, nuk e ka marrë parasysh, por është e parëndësishme, nuk du të hym në çështje të debateve personale. E përshëndesim. Nga kush nuk është marrë parasysh, nga kundër kandidati juaj? Jo, nga bartësi i Këshillit atëherë, i cili është tani pjesë e ekipës së kundër kandidatit, ka qenë bartës i Këshillit në vitin 2022. Ajo që dua të them është se unë personalisht e përshëndes këtë vendim dhe çështja jo nuk duhet të jetë që buxhetin e komunës
ta mbushim vetëm nga taksat, po ne nuk duhet mbaremi shumë nga buxheti i komunës, po duhet mbaremi shumë nga bashkëpunimi me institucione ndërkombëtare me projekte të gatshme. Kjo është vizioni im për ta udhëhequr komunën. Se zoti Elmazi, bashkëpunëtori juaj afër nuk e ka përfillat kërkesë? Se di për cilën kërkesë realisht. Ka një dokument, po. Edhe kush e ka dërgu? Konkretisht, Mohamed Rama ka qenë kryesuesi i Këshillit, është dërguar nga këshilltari Ruzhdia Erullau. Si propozim dhe nuk ka kaluar. Nuk është përfil për shkak të dallimeve partijake apo? Aso kohë Mohamedi ka qenë kryesues Këshilli, i cili pastaj dha ndërheqje dhe reflektoi, ju bashkangjit koalicionit Vlen. Shumica e Këshillit Komunal sot e kësaj dite i përkasin Bashkimit Demokratik për Integrim. Ruzhdiu sot e ka ndruar anën me Muhamedin. Unë e përshëndes i njëjtë këtë iniciativë, po kjo ishte një presion, dhe kjo është realiteti, të cilët e bonin qytetarët e komunës Sarajit, besoj se edhe të kundërkandidati, që të shfuqizohet jo. Dhe këtë premtim dolëm publikisht e dham dhe i mbështesim të njëjtit dhe nga presioni besoj se ka lishu pe. Qasja ime është që t'jemi korrekt me opinionin se unë nuk e fajsoj as atëherë, as Muhamedit, nuk e fajsoj as tash për shembull, por realiteti është se është tërhequr nga këshilltarët të cilët janë aktual. Kjo, nuk duhet ta marrim si lloj triumfi asnjëri. Dhe u mirë kuptuar. Tani po kalojmë në rubrikën e pyetjeve të shpejta që kërkojnë edhe përgjigje më të shkurtëra. Zoti Elmazi, a do të rrisni taksat komunale? Përkundrazi, do t'i shërbejmë... Vetëm ju lutem sa më shkurt në interes. Do t'i shërbejmë qytetarët që t'u alicojmë edhe lëvizjet apo procedurat burokratike edhe aspektin financiar. Ju, zoti Ramadani, do të rrisni taksat komunale? Asesi, fokusi jonë do t'jetë që aty ku do të kemi nevojë për mjete shtesë dhe për projektet që duhet t'i realizojmë, të ndjekim thirrjet nga fondet e BE-s, nga bashkëpunimi ndërkufitar cross-border ndërmjet komunave, po edhe nga thirrjet e institucioneve brenda shtetit. A do të shkarkoni drejtën brenda 100 ditëve të para? Fokusi im është që në 100 ditën e parë të monitoroj funksionimin e menaxhuesve, veçanti të shkollave dhe brenda komunal. Ideja ime është që mos të merrem as me emra, por ideja ime është që të merrem me profesionalizëm. Në moment, po, ashtu është. Në 100 ditën e parë do të testojmë. Në moment që dikush faq profesionalizmin, ai mund të shpërblehet dhe të avancohet një nivel më lart, por në moment në veçanti në shkollat, në qoftë se nuk ka profesionalizëm dhe përkushtim ndaj sistemit arsimor, edhe si po të jetë familjari imi, nuk do të kem çfarë të ndihmoj, pasi që ajo është çështje që nuk do të tolerancë. Zoti Elmazi, do të shkarkoni drejtën brenda 100 ditëve të para? Nuk ka tolerancë sa i përket çështjes së arsimit, do t'u amundsojmë prindërve në radhë të parë, edhe drejtorët e ndërmarrjeve që funksionojnë edhe banorëve të Sarajit, shërbyesit më të mirë, më të kualifikuarit, pa marrë parasysh ai takon njërit apo tjetrit subjekt partia. A keni koalicione të fshehta pas zgjedhjeve? Vleni qëndron unik edhe shumë i fuqishëm. Ju, zoti Ramadani, keni koalicione të fshehta pas zgjedhjeve? Koalicioni im do të jetë me banorët e qytetarët e komunës Saraj. A e konsideroni kundër kandidatin tuaj që e keni përballë të denjë për këtë pozitë? Po, me që jemi në debat dhe jemi në garë. Ju, zoti Elmazi? Gjithashtu, po vlerësimin edhe verdiktin e popullit. Kush mendoni se bart përgjegjësinë kryesore për gjendjen e Sarajit sot, për cilën ju konstatua që është në gjendje të mjerueshme? Pushteti aktual, kuptova. Ju, zoti Ramadani, kush mendoni se është fajtori kryesor për gjendjen e Sarajit sot? Unë mendoj që ka shumë arsye pse është në këtë situatë. Ne i cekëm edhe më herët. Vetëm të lutem Blerand, përgjigje sa më të shkurtëra, sepse kështu kërkohet edhe për shkak të respektimit të postës. Personalisht është punuar në komunën e Sarajit. Dakor, ne po flasim për punë që nuk ka munguar qasja profesioniste brenda komunës. Faj nuk mund t'ja hudhim asnjë personit, pasi që pak më herët deklaruat që faj nuk duhet lihet jetim, zoti Ramadan. Po nuk mund t'ja hudhim fajin se personalisht unë s'kam qenë në menaxhment të komunës, edhe faj nuk mund t'ja hudhi personalisht askuj, pasi që ka të bëjë me një komunë ku ka drejtori administratë e kështu me radhë. Okej. Dhe nuk ka kompetenca vetëm për çështjet që jetojnë komunë. Po varet nga nuk keni arrit ta gjeni fajtorin. Në rregull, zoti Ramadani. Zoti Elmazi, a mendoni që pikërisht edhe komuna e Sarajit ka qenë njëra ndër arsyet që
zoti Taravari e lëshoi dhe braktisi qeverinë dhe koalicionin Vlen për shkak të insistimeve që zoti Ramadani tjetë kandidat? Nuk besoj, përkundrazi, në qoftë se kjo ka qenë arsyeja, e ka pasur të qartë, pasi që janë bërë sondazhe konkrete me kandidat jo vetëm në Blerandi, edhe kandidat tjerë, edhe dihet renditja se kush si ka dalë brenda koalicionit Vlen, nuk është ajo arsyeja, nuk e shoh. Zoti Ramadani, a mund këtë qenë kjo arsyeja ju prej brenda edhe nga pozicioni që bartni aktualisht në partinë tuaj si sekretar general? A keni qenë ju shkaku që zoti Taravari ka insistuar me çdo kush që ju t'jeni kandidat për shkak të mos gjetjes së një kompromisit me partnerët e koalicion Vlen, lëshuat edhe koalicionin edhe qeverinë? Lëshimi jonë i qeverisë ishte për parime, jo për pozicione. Mirë po bon periudhën kur zhvillonit negociata për ndarjen e komunave. Ajo, okej, qartë, mirë po flisnim edhe për parime. Tani, si kur të kështjem për pozicionin edhe të ishim qeveri edhe ofertat ishin shumëta. Do me thonë komuna Sarajt ka qenë apo nuk ka qenë pjesë e arsyeve se është dashur ju ta lëshoni? Ase si, pjesë kryesore arsyeve pse e kemi lëshu qeverin ka qenë qasja e kjo qeverisë ndaj shqiptarëve. Bëni krahasimin e trajtimit institucional të vëllezërve dhe motrave tonë që janë institucione dhe do e shihni pse e kemi lëshu qeverin. Se vlerësoni qeverisen e koalicionit Vlen prej periudhës kur ju e lëshuat këtë koalicion? Me vetë faktin se e kemi lëshu e tregon vlerësimin tonë për këtë qeveri. Prej asaj periudhë deri sot e kam fjalën. Po, njëjta. Njëjta dhe sigur keni qenë ju. Është një vazhdimësi e trajtimit të palës maqedonase ndaj shqiptarët. Andaj ne i dham një afat funksionimi dhe e pam që nuk shkon, më e mira është të përballesh përsëri me verdiktin e popullit dhe të insistosh që të ketë një trajtim tjetër ndaj shumicës dytë në vend shtetëformuese që janë shqiptarë. Sipas jush, a ekziston rreziku që nëse Muhamet Elmazi do të jetë kryetari i ardhshëm i komunës Sarajit, do të këshillohet apo do të jetë në direktivat të Izzet Mexhidit? Po, unë mendoj nëse vlerëson që menaxhmenti 3 mandatet e kaluara ka qenë i suksesshëm, normal, le të merr këshilla, po kjo është në vendimarrjen e menaxherit të ardhshëm të komunës Sarajit, se si vepron ai me menaxhimin. Zoti Elmazi, si e vlerësoni ju aktivitetin e Aleancës Kombëtare për integrim si opozit? Janë aktive apo janë të lodhur? Realisht, atë kanë potencu edhe vetë, sidomos kryetari i Blerandit, e deklaroi publikisht se janë një grup partish politike të grumbulluar aty dhe pas zgjedhjeve lokale do të shpërbëhet ky koalicion. Nuk mund të thuhet se është koalicion kombëtar, edhe nuk mund të thuhet se është beslidhje shqiptare, ku pretendojnë votat e shqiptarëve, ndërsa liderët, udhëheqësit e tyre shqiptarët nuk flasin ndërmjet vetë. Kjo është fakt. A është beslidhja shqiptare e mundshme nëse liderët nuk flasin, zoti Ramadan? Asesi, në qoftë se nuk flitnin ndërmjet veti, nuk do të kishim dokument nënshkruar për kandidatët e përbashkët. Unë uroj Vlenin se veç po e zgjerojnë me parti të reja politike si zotëri Bekim Fazliu e të tjerë. Tani shpresoj edhe Arben Fetaj të formon parti edhe gjithë atje bashkë. Është mirë kur i kemi dy fronte të shqiptarëve. Le të përballemi në zgjedhje, populli jep verdiktin. Populli jep verdiktin. Sipas jush, zoti Elmazi, a ekziston rreziku nëse Blerand Ramadani do të jetë kryetari i ardhshëm i komunës së Sarajit, të këshillohet apo për tënë pra më but të këshillohet për më thënë që do të jetë në direktivat të plota të Blerim Bexhetit? Kisha qenë pozicionin e juaj, pyetjet di bësha anasjeltas. Megjithatë, një person që më rrije afër më ndihmon gjatë kampanjës, edhe më mundson fitoren, se këtu jemi të qartë. Do të thonë forcë politike nuk është Aleanca për shqiptarët në Saraj, është Bashkimi Demokratik për Integrim. Dhe nuk mund strukturat e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Blerim Bexheti në krije të atyre strukturave qëndron pas dhe mos mund të shërbejë dhe të kenë shërbime anasjelltas me Blerand. Pra, po deklaroni që Blerand Ramadan do të jetë i dëgjueshëm ndaj Blerim Bexhetit? I dëgjueshëm, do të jetë bashkëpunëtori i tij. Zoti Ramadani, a pajtoheni me këtë konstatim të... Bashkëpunimi është diçka tjetër, dëgjueshmëria diçka tjetër, do të bëjmë dallim se është... Po mirë, nuk ka bashkëpunim pa pas dëgjueshmëri. Jo, në moment që... Pajtoheshmëri, ka dallim, Abedin. Në moment që ne kemi hyrë në AKI, aty ka bashkëpunim.
Njëjti vjen sikurse kundër kandidatit thotë që nuk do të kemi bashkëpunim me strukturat e BES-së alternativës. Ndërsa dëgjueshmëria është diçka tjetër. Me aspektin i qartë edhe fillim, konkret. ja pohove, po s'ka gajl. Për shkak se deklarohet se është fuqi kryesore Bashkimi Në Demokratik. aspektin profesionistimin, ajo është një dëshmi që unë mund të jem bashkëpunëtor. I mirë për projekte konkrete për qytetarët, por Edhe jo në shtrim. me nga 1 minutë jemi në fund, krejt në fund, pse zoti Elmazi duhet qytetarët që votojnë juve dhe jo Blerati? Nuk Që kam kisha ka thonë kështu, pse duhet ato Po bën thirrje që të votojnë edhe Muhamet Blerati, Elmazi ka vizion të qartë edhe besoj se ka projekte edhe ide të qarta se si të zhvillohet komuna e Sarajit. Muhamet Elmazi më shumë kisha thonë që qytetari i Sarajit si asnjëherë më parë të del familjarisht dhe mos hezitojnë me 19 tetor të votojnë. Zoti Ramadani, pse juve duhet ju votojnë qytetarët dhe jo kundër kandidatin tuaj, zotin Muhamet Elmazi? Vlerësimin e lëm të qytetari i Sarajit, let na vlerësoj dyve për kapacitetet, për projektet konkrete, për qasjen tonë ndaj opinionit, pasi që kjo është me vullnet të popullatës dhe ne kemi ra dakord që ta pranojmë verdiktin e qytetarit të Sarajit publikisht në 7-8 mbrëmje me 19 tetor. Dakor, zoti Elmazi, faleminderit për kohën tuaj. Ishte kënaqësi. Zoti Ramadani, faleminderit gjithashtu për kohën tuaj. Ne Respekt, do të vazhdojmë ta ndjekim fushatën tuaj, e pastaj cili prej jush do të fitojë, ne do t'ju thojmë sërish për të parë se si po ecin punët në realizimin e premtimeve që dhatë edhe nga kjo studio. Ndërkaq me juve shikues të nderuar, miru takofshim, pra mirëmbëçi deri në përballjen e radhës apo intervistat e radhës me kandidatët e komunave tjera.